Sot do të eksplorojmë botën brutale dhe magjepse të zhustave mesjetare, sportin më prestigjioz dhe më të rrezikshëm të kalorësisë evropiane, dhe se si ai u bështetua me jetën dhe mbretërimin e një prej monarkëve më të famshëm të historisë angleze, Henriku VI. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Imagjinoni një arenë të rrethuar nga mijëra spektatorë. Flamujt me ngjyra valviten në erë ndërsa borit lajmërojnë fillimin e një përballjeje që askush aty i pranishëm nuk do të guxonte ta harronte. Në një anë të barrierës prej druri, një kalorës i hipur mbi një hamshor lufte pret, i palvizur, i mbuluar nga një armaturë që peshon më shumë se sa mund të mbanin në këmbë shumë burra. Në anën tjetër, kundërshtari i tij përgatitet në të njëjtën mënyrë. Të dy mbajnë heshta prej druri masiv me gjatësi rreth 4 metra. Turma hesht për një çast. Dhe pastaj, me një rrapullim fundrash mbi tokën e rrahur, të dy kalorësit lëshohen kundër njëri tjetrit me një shpejtësi që mund të kalojë 30 km/h. Goditja zgjat më pak se 3 sekonda. Në këtë interval të shkurtër, çdo gjë mund të ndodhë. Një hesht mund të thërmohet pas mburojës së kundërshtarit, duke nxjerrë duartrokitje dhe britma admirimi. Një cifël druri mund të gjejë një hapësirë në armaturë dhe të shpojë mishin e kockën. Ose goditja mund të jetë aq e dhunshme sa kalorësi të shkëputet nga sela dhe të hidhet në tokë me gjithë peshën e armaturës mbi trup. Kjo ishte bota e zhustave, sporti më prestigjioz dhe më vdekjeprurës i turneve mesjetar. Dhe ky ishte sporti që Henriku VI i Anglisë donte mbi të gjithë të tjerët. Për të kuptuar se si zhustat arritën të zinin këtë vend të rëndësishëm, është e nevojshme të kthehemi pas në kohë. Në Evropën mesjetare, kalorësi i hipur ishte njësia ushtarake më e fuqishme në fushën e betejës. Stërvitja e koordinimit midis kalorësit dhe kalit kërkonte praktikë të vazhdueshme, dhe pikërisht nga kjo nevojë lindën turnet e parë. Me mbërritjen e normanëve në Angli në vitin 1066, traditat luftarake franceze u përhapën në ishujt britanik. Në këtë fazë fillestare, turnet ishin ngjarje kaotike dhe brutale, me grupe kalorësish që përballeshin në fusha të hapur pa rregulla të qarta. Dhuna ishte aq e madhe sa Kisha Katolike arriti të ndalonte turnet në disa raste, duke kërcënuar me shkishërim ata që merrnin pjesë. Megjithatë, turnet vazhduan të tërhiqnin kalorës nga e gjithë Evropa, pasi ofronin shansin për të treguar guximin, për të fituar famë dhe për të impresionuar zonjat e oborrit me bëma trimërie. Ishte gjatë mbretërimit të Rikard Zemërluanit në fund të shekullit të 12, kur turnet fituan popularitet masiv në Angli. Gjatë shekujve në vijim, lufta në grup u zëvendësua nga përballjet individuale midis dy kalorësve, ajo që do të njihej si zhusta. Një nga inovacionet më të rëndësishme ishte prezantimi i barrierës qendrore, e quajtur tilt, e cila evoluoi nga një litar i thjeshtë në një strukturë druri solid që parandalonte përplasjet ballore midis skuajve. Ky inovacion e shndërroi zhustën nga një ushtrim ushtarak kaotik në një sport të rregulluar dhe spektakolar. Kur mbërrim në periudhën Tudor, në fillim të shekullit të 16, zhustat ishin konsoliduar tashmë si ngjarja më prestigjioze e çdo turneu. Rregullat ishin të qarta dhe rigoroze. Dy kalorës pozicionoheshin në skajet e kundërta të barrierës qendrore, secili i hipur në kalin e tij të luftës dhe duke mbajtur një hesht prej druri masiv. Me dhënien e shenjës, të dy lëshonin kuajt e tyre në një galop të kontrolluar dhe përparonin drejt njëri tjetrit. Çdo sulm quhej korse ndeshje dhe çdo ndeshje zgjaste vetëm rreth 2 sekonda e gjysmë. Në këtë interval minimal, kalorësi duhej ta çonte kalin e tij në një shpejtësi prej rreth 30 deri në 40 km/h, ta mbante të rreshtuar me barrierën, të ulte heshtën në momentin e saktë dhe të godiste objektivin. Pikët jepeshin sipas vendit të goditjes. Qëllimi kryesor ishte thyrja e heshtës pas dy zonave specifike të kundërshtarit, mburojës që ai mbante në supin e majt ose helmetës. Goditja e helmetës ishte konsiderueshëm më e vështirë dhe, për këtë arsye, blente më shumë pikë dhe i sillte më shumë lavdi kalorësit që ja dilte mban. Kishte gjithashtu një sër shkeljesh që mund të çonin në skualifikim. Goditja e barrierës qendrore ishte e ndaluar. Kalimi i heshtës tërthorazi para fytyrës së kundërshtarit nuk lejohej. Dhe, mbi të gjitha, goditja e kalit të kundërshtarit ishte një shkelje shumë e rëndë, e konsideruar thellësisht në kundërshtim me kodin e kalorësisë. Ndryshe nga sa imagjinojnë shumë njerëz, qëllimi kryesor nuk ishte rrëzimi i kundërshtarit nga sela.
Masa e vërtet e përsosmërisë ishte aftësia për të thyer heshtat mbi kundërshtarin në mënyrë të saktë dhe elegante. Një kalorës që thyente heshta të shumta mbi mburojen dhe helmetën e kundërshtarit të tij konsiderohej më i denjë përndërse ai që thjesht rrëzonte rivalin e tij me një goditje brutale. Justa ishte një demonstrim i kontrollit, i saktësisë dhe i guximit të kalkuluar. Një kalorës i mirë ishte ai që jo vetëm godiste kundërshtarin e tij me saktësi, por që gjithashtu paraqitej si një objektiv i hapur për t'u goditur. Tkurja ose shmangia konsiderohej frikacakëri dhe çnderim. Ishte, në thelb, një lloj guximi të ndërsjellë. Por e gjithë kjo elegancë dhe kalorësi nuk mund të fshinin një realitet të pashmangshëm, zhustat ishin jashtëzakonisht të rrezikshme. Kalorësit përparonin drejt njëri tjetrit të hipur mbi kuaj lufte që mund të peshonin më shumë se 600 kg, me shpejtësi që e shndërronin një heshtë druri në një projektil vdekjeprurës. Edhe me masat e sigurisë që u prezantuan gjatë shekujve, aksidentet ishin të shpeshta dhe lëndimet mund të ishin të tmerrshme. Thyrjet e kockave ishin të zakonshme, të shkaktuara si nga goditja direkte e heshtës, ashtu edhe nga rrëzimet nga kali. Plagët e thella ndodhnin kur heshtat thërmoheshin dhe ciflat e drurit depërtonin përmes hapësirave të armaturës. Dhe vdekja, ndonse nuk ishte një ngjarje e përditshme në zhusta, ishte një mundësi reale që të gjithë pjesëmarrësit e njihnin dhe e pranonin. Një nga masat më të rëndësishme të sigurisë ishte përdorimi i heshtave me maja speciale, të quajtura koronel. Në vend të një maje të mprethë çeliku që mund të shponte kundërshtarin, heshta e zhustës përfundonte në një pjesë metalike me 3 maja të topitura. Këto 3 maja shërbenin për të shpërndar forcën e goditjes mbi një sipërfaqe më të madhe dhe për të parandaluar që heshta të depërtonte në armaturë. Kur koroneli godiste mburojen e kundërshtarit, majat nguleshin në sipërfaqe dhe presioni i goditjes bënte që heshta prej drurit të thyej, duke shpërndar energjinë e goditjes. Ishte një sistem gjenial, por ishte larg të qenit i pagabueshëm. Ciflat e drurit ende mund të shkëputeshin dhe të gjenin rrugën drejt mishit, dhe forca e goditjes ishte ende e mjaftueshme për të shkaktuar lëndime të rënda të brendshme. Armaturat e përdorura në zhusta ishin vepra të jashtëzakonshme inxhinierike. Armatura e zhustës mund të peshonte deri në 50 kg, pothuajse 2 fishi i një armature beteje. Ajo ishte e ngurtë dhe lejonte shumë pak lëvizje, e projektuar posaçërisht për të përballuar goditjen e një heshte gjatë fraksioneve të sekondës. Helmeta ishte jashtëzakonisht e rëndë dhe e fiksuar në parzmore në mënyrë që të mos ekzistonte asnjë hapësirë midis mbrojtjes së kokës dhe asaj të torsit. Viziera duhej të ishte e ulur para çdo sulmi, dhe çdo dështim në këtë procedurë mund të kishte pasoja katastrofike. Në supin e majt, kalorësi mbante një mburojë të madhe druri të përforcuar, të projektuar për të shërbyer si sipërfaqe goditjeje. Sela e zhustës ishte e blinduar me mure të larta që mbronin kalorësin dhe e mbante atë fort të lidhur pas kalit. Kuajt e përdorur në zhusta ishin kafshë të jashtëzakonshme. Më i vlerësuari ishte destrieri, i rritur dhe i stërvitur posaçërisht për luftim. Ndryshe nga koncepti popullor që imagjinon kuaj lufte gjigant, kërkimet tregojnë se destrierët ishin midis 14 dhe 16 pëllëm të lartë, një madhësi e ngjashme me atë të një kali modern gjuetie. Ajo që i dallonte ishte forca, muskulatura dhe stërvitja. Ishin gjithmonë hamshor, të zgjedhur për temperamentin e tyre të zjarrt. Një destrier i mirë kushtonte deri në 7 ose 8 herë më shumë se çmimi i një kali të zakonshëm. Kuajt gjithashtu merrnin armaturë, koka mbrohej nga një shanfron metalik, gjoksi nga petrali dhe mbi të gjitha këto shfaqnin kaparison dekorativ me heraldikën e kalorësit të tyre. Në këtë skenë shkëlqimi dhe rreziku hyn figura e Henriku VI të Anglisë. I lindur në vitin 1491, Henriku ishte djali i dytë i Henriku VI, monarku i parë Tudor. Ai nuk ishte trashëgimtari origjinal i fronit. Ky rol i takonte vëllait të tij më të madh, Arturit, i cili vdiq para kohe në vitin 1502, në moshën 15 vjeçare. Me vdekjen e Arturit, Henriku i ri u bë trashëgimtari i vetëm i kurorës angleze dhe babai i tij filloi ta mbante në nënvëzhgim të vazhdueshëm, duke e ndaluar të merrte pjesë në aktivitete që mund të vinin jetën e tij në rrezik. Për një të ri atletik, energjik dhe të apasionuar pas sportit, ky kufizim duhet të ketë qenë frustrues për tej mase. Ndërsa mbahej anash, Henriku mund të vëzhgonte të rinjt e tjerë të oborrit duke marrë pjesë në turne dhe zhusta, mes tyre një person të quajtur Charles Brandon, një djalë rreth 7 vjet më i vjetër se Henriku, i gjatë, atletik,
I pashëm dhe jashtëzakonisht I talentuar në arenë. Brendoni përfaqësonte gjithçka që princi I ri dëshironte të ishte dhe të bënte. Është e mundur që Henriku të ketë jetuar shumë nga fantazitë e tij sportive përmes Brendonit gjatë këtyre viteve të izolimit të detyruar. Kur Henriku I vdiq në prill të vitit 1509, djali I tij 17 vjeçar u ngjit në front si Henriku I. Dhe nga ai moment, askush nuk mund ta ndalonte më të bënte atë që kishte dëshiruar gjithmonë. Mbreti I ri ishte një figurë mbresëlënëse sipas çdo standardi. Rrëfimet bashkëkohore e përshkruajnë atë si një burr me shtat të jashtëzakonshëm për kohën, rreth 1,88 cm I gjatë, me një kushtetutë atletike dhe muskuloze, flokë të kuqëremtë dhe një energji që dukej e pashtershme. Ai kushtoi me pasion çdo lloj aktiviteti fizik, nga gjuetia te mundja, nga tenisi I oborrit te harku dhe shigjeta. Por mbi të gjitha, ai I donte zhustat. Për Henrikun, zhustat nuk ishin thjesht një sport apo një argëtim. Ishin një deklaratë politike. Në një botë ku fuqia e një mbreti gjykoi vazhdimisht nga aftësia e tij për të udhëhequr ushtritë dhe për të frymëzuar respekt, aftësia e Henriku në arenën e turneut u demonstronte ambasadorëve të huaj, fisnikëve rival dhe popullit në përgjithësi se mbreti I ri I Anglisë ishte një luftëtar I frikshëm, një udhëheqës guximtar dhe një monark që mishëronte idealet e kalorsisë. Çdo heshtë që ai thyente mbi mburojën e një kundërshtari ishte një mesazh I dërguar gjithë botës. Turnet e Henriku I nuk ishin thjesht ngjarje sportive. Ishin spektakle të planifikuara me kujdes për të ekspozuar pasurinë dhe madhështinë e oborrit Tudor. Një nga shembujt më të jashtëzakonshëm ishte turneu I Westminsterit I vitit 1511, I organizuar për të festuar lindjen e djalit të parë të Henriku me Katarinën e Aragonës. Turneu u strukturua si një alegori kalorsiake e frymëzuar nga traditat e oborrit të Burgundisë. 4 kalorës, të interpretuar nga vetë mbreti dhe nga 3 obortar, mishëronin personazhe, emrat e të cilëve vinin nga romani I Trëndafilit, Roman de la Rose. Henriku mori rolin e zemër lojalit, Coeur Loyal. Turneu u parapri nga procesione të hollësishme, me skena lëvizse që dukeshin si pyje të magjepsur të kurorzuar me kështjella të arta. Pikët u regjistruan me përpikëri dhe tregojnë se zemër lojali, vetë Henriku, ishte kalorësi me performancën më të mirë. Mbreti porositi një regjistrim pikturik, rulin e turneut të Westminsterit, Westminster Tournament Roll, një pergament prej gati 18 metrash që mbjeton edhe sot në Kolegjin e Armëve, College of Arms, në Londër. Tragjedia, megjithatë, ndiqte nga afër shkëlqimin. Princi I vogël, mbërritja e të cilit në botë ishte festuar me aq madhështisë, vdiq vetëm 10 ditë pas turneut. Humbja ishte dërmuese për Henrikun dhe Katarinën, por mbreti nuk e la zin ta largonte nga arena. Në vitet në vijim, ai vazhdoi të organizonte dhe të merrte pjesë në turne me një frekuencë dhe një entuziazëm që mahnitej edhe bashkëkohësit e tij më të afërt. Dhe këtu figura e Charles Brendonit bëhet përsëri qendrore në këtë rrëfim. Brendoni, I cili ishte ngritur nga Henriku në titullin e dukës së Suffolkut në shenjë njohje të talenteve të tij dhe miqësisë së thellë që I bashkonte, ishte një nga të paktët burra në Angli të aftë për të rivalizuar me mbretin në arenë. Të dy ndesheshin shpesh së bashku dhe Brendoni ishte një nga rivalet e rrallë që mund t'i ofronte Henriku një sfidë reale. Vetë mbreti ankoi kur kundërshtarët e tij nuk ishin në lartësinë e tij, duke u betuar në një rast se nuk do të ndeshej kurrë më kundër kundërshtarëve aq mediokër. Brendoni ishte antidoti për këtë frustrim. Regjistrimet tregojnë se, kur të dy përballeshin, Brendoni thyente po aq heshta sa mbreti, duke treguar se rezultatet e Henriku në zhusta nuk ishin produkti obortarëve që lejonin veten të mundeshin nga frika apo nënshtrimi, por reflektim I aftësisë së vërtetë. Dhe këtu lind një pyetje e pashmangshme, kur një kalorës ndeshej kundër vetë mbretit të Anglisë, a kishte ndonjë lloj lëshimi? A lejoi që monarku të fitonte për mirësjellje? Përgjigjja, sipas regjistrimeve historike dhe rrëfimeve të bashkëkohësve, është jo. Çdo përjashtim do të vijej re menjëherë nga spektatorët, të cilët përfshinin ambasador të huaj, fisnik me përvojë dhe njohës të thellë të rregullave dhe hollësive të sportit. Një fitore e sajuar nuk do të kishte të njëjtën vlerë dhe, më shumë se aq, do të ishte një poshtërim për një mbret që krenohej me aftësitë e tij të vërteta. Performanca e Henriku në arenë vari plotësisht nga talenti I tij dhe pikërisht për këtë arsye bëmat e tij admiroheshin aq shumë. Gratë, ndonë se nuk merrnin pjesë në zhustat e mirëfillta, luanin një rol themelor në ceremonialin dhe kulturën që rrethonte sportin.
E gjithë logjika e zhustave, në fakt, ishte e mbarsur me idealet e kalorësisë obortare, ku kalorësi luftonte në emër të një zonje dhe kërkonte ta nderonte atë me bëmat e tij. Çdo gjë që ndodhte në arenë ishte, në një farë kuptimi, e dedikuar grave që vështronin nga tribuna. Zonjat e oborrit mund të zgjidhnin kalorësin më të mirë të turneut, të jepnin heshta shtesë për ata që ishin dalluar dhe, në mënyrë të jashtëzakonshme, kishin fuqinë të skualifikonin kalorësit që tregonin sjellje jo kalorësiake. Ky autoritet femëror mbi sjelljen në arenë përforconte idenë se zhustat nuk ishin thjesht një garë force brutale, por një festim i vlerave më të gjera, ku mirësjellja, eleganca dhe respekti ishin po aq të rëndësishme sa aftësia luftarake. Një nga episodet më madhështore të karrierës së Henriku ndodhi jashtë Anglisë, në qershor të vitit 1520, në fushat midis Guinnessit dhe Ardresit, në veri të Francës. Gjatë 18 ditëve, Henriku VI dhe mbreti François i Francës u takuan në një ngjarje me aq luks sa u bë një orë si fusha e stofit të ardh. I organizuar nga kardinali Thomas Wolsey si një samit diplomatik, takimi u shndërrua në një garë të fshehtë midis dy mbretërve të rinj. Henriku mori me vete një shoqëri prej më shumë se 5.000 njerëzish dhe urdhëroi ndërtimin e një pallati të përkohshëm që mbulonte gati 10.000 metra katror. Francezët u përgjigjen me qindra tenda të bëra nga pëllura të çmuara. Henriku mori pjesë në një turne i veshur me një armaturë të zbukuruar me më shumë se 2.000 gram ar dhe më shumë se 1.000 perla. Një vendim i rëndësishëm diplomatik përcaktoi që Henriku dhe François të ndesheshin në të njëjtën anë për të shmangur përballjen e tyre direkte. Një armaturë që Henriku përdori në luftimet në këmbë të kësaj ngjarjeje mbijeton edhe sot në armoritë mbretërore, Royal Armories në Leeds, duke ju përshtatur trupit të mbretit si një lëkurë e dytë dhe duke zbuluar një burr 29 vjeçar, 1,88 m të gjatë, muskuloz dhe atletik. Dhe aksidentet erdhën. Në mars të vitit 1524, Henriku u përball me Charles Brandonin, dukën e Suffolkut, në një zhustë që gati përfundoi në tragjedi. Mbreti, i paduruar për të testuar një armaturë të re me dizajnin e tij, harroi të ulte vizierën para se të lëshonte kalin e tij në sulm. Brandoni, në anën tjetër të barrierës, mbante një helmet që kufizonte rënd shikimin e tij dhe nuk mund të dëgjonte britmat e dëshpëruara të spektatorëve që i kërkonin të ndalonte. Duka përparoi me të gjithë shpejtësinë dhe heshta e tij goditi pjesën e brendshme të helmetës së hapur të Henriku, duke u thërmuar dhe duke lëshuar cifla druri mbi fytyrën e mbretit. Për mrekulli, Henriku nuk e humbi shikimin. Mbreti, duke treguar një madhështisë që do të bëhej gjithnjë më e rrallë në vitet e tij të mëvonshme, refuzoi të fajsonte Brandonin për incidentin, duke deklaruar se përgjegjësia ishte tërësisht e tij sepse nuk kishte ulur vizierën. Brandoni, thellësisht i tronditur, u betua se nuk do të ndeshej kurrë më kundër mbretit. Henriku, megjithatë, nuk e mori seriozisht këtë betim. Ai kishte nevojë për kundërshtar në lartësinë e tij dhe Brandoni ishte një nga të paktët që mund t'i ofronte ato. 9 muaj më vonë, të dy ishin përsëri në anët e kundërta të barrierës. Por aksidenti i vitit 1524 ishte vetëm një paralajmërim. 12 vjet më vonë, më 24 janar 1536, gjatë një turneu në pallatin e Greenwichit, Henriku pësoi aksidentin që shumë historian e konsiderojnë një pikë kthese në jetën dhe mbretërimin e tij. Mbreti, aso kohë 44 vjeçar, nuk ishte më i riu atletik i vitit 1520. Trupi i tij kishte ndryshuar ndjeshëm. Ai kishte shtuar peshë në mënyrë të konsiderueshme, duke peshuar më shumë se 125 kg dhe vuante nga ulqera të dhimbshme në këmbë që ja vështirësonin lëvizjet. Mjekët e tij e këshillonin të braktiste zhustat, por Henriku, kokfort si gjithmonë, refuzonte të pranonte se trupi i tij nuk ishte më në lartësinë e ambicieve të tij. Atë ditë janari, ndërsa ndeshej me armaturë të plot, kali i tij u pengua dhe ra mbitë, duke e mbajtur të bllokuar në peshën e kombinuar të kafshës dhe armaturës. Dëshmitarët rrëfyen se mbreti mbeti pa ndjenja për 2 orë. I gjithë obori hyri në panik. Obortarët vraponin nga njëra anë në tjetrën, të bindur se mbreti kishte vdekur. Ambasadori imperial Justas Shapi regjistroi se thashethemet për vdekjen e Henriku u përhapën shpejt dhe se Ana Bolena, aso kohë shtatzën, mendohet se pësoi një abort spontan kur dëgjoi lajmin e rrem. Humbja e fëmijës tronditi thellësisht pozitën e Anës në obor, duke kontribuar në zinxhirin e ngjarjeve që do të kulmonin me ekzekutimin e saj vetëm 4 muaj më vonë.
Henriku i mbijetoi aksidentit të vitit 1536, por shumë historian argumentojnë se burri që doli nga ajo arenë nuk ishte më i njëjti. Teoritë moderne sugjerojnë se mbreti mund të ketë pësuar një traumë kraniocerebrale që ndryshoi përgjithmonë sjelljen e tij. Henriku i viteve para 1536-s, ndonse tregonte shenja të temperamentit të paqëndrueshëm dhe egocentrizmit, ishte gjithashtu i aftë për bujari, madhështisë dhe dashuri të vërtetë për ata që e rrethonin. Henriku i viteve pas 1536-s u bë progresivisht më paranojak, më mizor dhe më i paparashikueshëm. Ky transformim i sjelljes, i cili dikur i atribuoi vetëm stresit politik dhe pushtetit absolut, ka filluar të shihet nga disa kërkues si i lidhur mundësisht me efektet kumulative të traumave të shumta të kokës të pësuara gjatë dekadave të pjesëmarrjes në zhusta dhe sporte të tjera kontakti. Është një hipotezë që mbetet në debat, por që shton një shtresë magjepsëse dhe shqetësuese në historinë e një prej monarkëve më kompleks të historisë angleze. Henriku nuk ishte mbreti i vetëm që pësoi pasojat e zhustave. Më 30 qershor 1559, mbreti Henriku I Francës mori pjesë në një turne në Paris për të festuar paqen e Kato Kambrezis dhe martesën e vajzës së tij Elizabeta me Filipin I të Spanjës. Mbreti, aso kohë 40 vjeçar, i veshur me ngjyrat e dashnores së tij Diana e Poitiers, u përball me Gabriel de Montgomery, kapitenin e gardës së tij skoceze. Pas një sulmi në të cilin Montgomery gati e rrëzoi, mbretëresha Katarina de Medici dhe obortarët ju lutën Henriku të ndalonte. Por mbreti insistoi. Në sulmin tjetër, heshta e Montgomeryt goditi helmetën e mbretit dhe u thërmua. Një cifël depërtoi përmes vizierës, shpoi syrin e djathtë të Henriku dhe u ngul në trurin e tij. Mjekët më të mirë të kohës, duke përfshirë Ambroise Paré dhe Andreas Vesalius, u thirrën, por dëmtimet ishin të pakthyeshme. Henriku I vdiq 11 ditë më vonë. Vdekja e tij shënoi fundin e zhustave si sport i praktikuar nga monarkët në Francë. Duke u kthyer në Angli, zhustat nuk ishin të arritshme për këdo. Kostot ishin gjigante, kuajt e luftës, shqiptarët, armëpunuesit, farktarët. Armatura në vetvete ishte një investim kolosal, jo vetëm funksional, por edhe një vepër arti e dekoruar me gdhendje dhe prarim. Rrjedhimisht, zhustat praktikoheshin nga mbretër, duk, kon dhe baron, njerëzit në majtë të piramidës sociale. Gjendja emocionale e kalorësit ishte po aq e rëndësishme sa aftësia teknike. Një kalorës i mirë duhej të ishte plotësisht i qetë. Nëse do të ishte i stresuar ose me zemërim, ky shqetësim do t'i transmetohej kalit, i cili mund të shmangej ose të reagonte në mënyrë të paparashikueshme. Harmonia midis kalorësit dhe kalit ishte thelbësore për suksesin. Charles Brandoni mbeti pranë Henriku VI gjatë pothuajse gjithë jetës. Në vitin 1515, Brandoni kreu tradhti të lartë duke u martuar me Maria Tudor, motrën e mbretit, pa lejen mbretërore. Henriku, ndonse i tërbuar, e fali shpejt mikun e tij. Brandoni e shoqëroi mbretin në përstuit politike të mbretërimit të tij, duke përfshirë shkëputjen nga Roma dhe martesat e shumta. Ai ishte një nga të paktët miq që Henriku nuk e dërgoi kurrë në ekzekutim. Kur Brandoni vdiq në gusht të vitit 1545, mbreti deklaroi se ai kishte qenë një nga miqtë e tij më të mirë, gjithmonë besnik dhe bujar, dhe urdhëroi që të varrosej me ceremoni të madhe në kapelën e Shën Gjergjit, në kështjellën e Windsorit, ku vetë Henriku do të varrosej më pak se 2 vjet më vonë. Henriku VI vdiq më 28 janar 1547, në moshën 55 vjeçare. Trupi I tij, I shkatëruar nga vitet e teprimeve, sëmundjeve dhe efekteve kumulative të një jete kushtuar sporteve më të dhunshme të kohës së tij, nuk kishte më asgjë nga atleti elegant dhe energjik që kishte mahnitur Evropën në vitin 1520. Por trashëgimia e tij si kalorësi mbretëror më I famshëm I Anglisë mbeti e paprekur. Armaturat që ai veshi, pergamenat që regjistruan bëmat e tij, fletët e pikëve që dokumentuan fitoret e tij, të gjitha këto I mbijetuan shekujve dhe vazhdojnë të magjepsin historianët dhe vizitorët e muzeve edhe sot. Zhustat u zhdukën gradualisht gjatë shekullit të 17, të zëvendësuara nga forma të tjera argëtimi kalorësiak dhe të bëra të vjetruara nga evolucioni I teknologjisë ushtarake. Por magjepsia pas këtij sporti nuk u zhduk kurrë. Që nga vitet 1970, grupet e rindërtimit historik I janë kushtuar rikrijimit të zhustave mesjetare me armatura kopje dhe heshta druri.
Armoritë mbretërore në Mbretërinë e Bashkuar promovojnë rregullisht demonstrime që tërheqin mira spektator, duke shërbyer si një kujtesë e gjallë e një tradite që për shekuj me radhë përcaktoi se çfarë do të thoshte të ishe fisnik, të ishe guximtar dhe të ishe kalorës. Duke parë pas, është e pamundur të mos ndjesh admirim për bukurinë e çuditshme të zhustave mesjetare. Një sport që kërkonte forcë, saktësi, guxim të palëkundur dhe gatishmëri për të vënë jetën në rrezik në emër të nderit. Henriku VI, me pasionin e tij dërmues, mishëronte në mënyrë të përsosur këtë kulturë. Aksidentet e viteve 1524 dhe 1536 lanë gjurmë të përhershme në trupin e tij dhe, ndoshta, në mendjen e tij. Por edhe kur trupi i tij nuk u bindej më ambicieve të vullnetit të tij, Henriku refuzonte të braktiste arenën. Po të kishte ruajtur shëndetin, shumë besojnë se ai do të kishte vazhduar të ndeshej deri në ditën e fundit të jetës së tij. Dhe kjo është lloji i historisë që na tregojnë zhustat mesjetare, një histori trimërie, vjetërsie, lavdje dhe pasojash që jehon përmes shekujve si bubullima e largët e thundrave të kuajve të luftës në një arenë që nuk ekziston më. Nëse ky rrëfim kapi imagjinatën tuaj dhe ju transportoi në arenat e shekullit të 16, konsiderojeni këtë si një ftesë për të vazhduar eksplorimin. Regjistrohuni në kanal për të ndjekur më shumë dokumentar si ky, lini komentum tuaj duke treguar se cili aspekt i zhustave mesjetare ju bëri më shumë përshtypje, dhe mos harroni të lini pëlqimin tuaj. Ashtu si kalorësit që thyenin heshtat e tyre në kërkim të nderit dhe njohjes, mbështetja juaj është forca që na shtyn të vazhdojmë të tregojmë historitë më magjepsëse të historisë. Deri në ndeshjen e ardhshme.